A lejohet pirja e ilaçeve nëse shënon se përmbajnë alkool? Këtu ka disa gjëra që duhen sqaruar. E para, nëse ka disa, le të themi, nga këto përbërësit që nuk treten vetëm se në alkool, nuk ka lënë tjetër që i tret, për t'i ruajtur dhe vetit që kanë. Dhe kjo pastaj është disa llojesh. Tretje e cila është me transformim, siç është rasti i kokrave. Hapat, ke parasysh? Tabletat. Në këtë rast nuk ka problem, se është transformuar, pra është përdor alkooli për të tret ajo, si më thënë, lënda bazë, edhe pastaj është transformuar në tablet, s'ka problem. Rasti i dytë, kur alkooli është lëng, është i lëngët. Në këtë rast shifet, a ka ilaç tjetër që mund ta zëvendësoj këtë gjë apo nuk ka? Kur nuk ka, atëherë lejohet prapë. Rasti tjetër, kur përdoret alkooli, po është në sasi të vogla, prapë s'ka problem. Rasti tjetër, kur përdoret alkooli, po është alkool farmaceutik, jo alkool me kuptimin e rakisë dhe të vendës. Edhe në këtë rast ka tolerancë. Rasti tjetër, kur ka alkool, dhe alkooli është i lëngshëm dhe ka përqindje të madhe. Këtu pastaj ka diskutim. Nëse s'ka gjë tjetër që e bën punën e këtij ilaçi, s'ka rrit akoma shkenca të gjejë diçka që e bën punën e këtij ilaçi, lejohet, nuk ka problem. Nëse ka zgjidhje tjetër, duhet shkojmë tek zgjidhja tjetër. Po mirë, ka një hadith që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk e ka bërë kurimin në gjërat e ndaluara. Dhe hadithi është i saktë. Allahu s'ka bërë kurim në gjërat e ndaluara. Këtu ti po thua që mund përdoret. Këtu e para bëhet fjalë që të pihet gjëja e kthjellët. Siç thot dikush, unë e pi rakin se më bën mirë për zemrën. Themi nuk mund të jetë harami ilaç. Ose unë thot e haj X mish apo Y mish se më bën mirë për gjakun, ku dëgjon. Themi kjo nuk ekziston. Kurse këtu është e përzier, këtu ka dhe transformime, apo ka dhe përbërësa të tjera, pa nuk është gjë që përdoret për të pi. Për shembull, është ky ilaçi që bëhet me të propolisi. Ai ka dy lloj tretjesh faktikisht, ka tretje me alkool dhe ka tretje me vaj ulliri. Po thon këta që merren me këtë punë, që ai që është i tretur me alkool është shumë më efektiv dhe efektin e shumë më të shpejtë se sa i tretur me vaj ulliri. E them se ky që është i tretur me vaj ulliri nuk e jep efektin siç e jep ky tjetri. A lejohet? Lejohet. Po si më vëlla lejohet? O vëlla, kjo lloj tretësie nuk përdoret për të pi. Ke pati në një që kur do me pi raki hapat e propolisit, e mush gotën edhe pin, se nuk është gjë për të pi ajo. Kështu që unë mendoj se kjo është një çështje për cilën ka tolerancë. Ku e ndërtoi unë këtë gjë? Se kur thotë unë mendoj, do thotë se ka fetva për këtë punë. Unë për vete kam lexuar fetva të dietarëve që e bëjnë këtë lloj tolerance, dhe Allahu din më së miri. Sepse ndalesa është për haramin e pastër. Dhe për atë haram që përdoret, ndërsa në këtë rast nuk kemi të bëjmë, dhe Allahu din më së miri.